Rikse TikTok në Shqipëri, Rama së shpejti prezantoi masat ndalimi i rrjeteve sociale për të miturit budallëk. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për median e huaj Politico ku ka folur ndër të tjera në lidhje me ndalimin e rrjetit social TikTok në vendin tonë. Rama ka deklaruar se Shqipëria nuk do të zgjasë ndalimin një vjeçar të rrjetit social TikTok, duke shtuar se është arritur një partneritet me platformën dhe se së shpejti do të prezantoj masat e reja mbrojtëse. Jemi të kënaqur me rezultatin, e kemi bërë partneritetin dhe shpresoj që në javët ose muajt në vijim do t'ja zbulojmë planin popullit shqiptar siç e premtuam, sepse në fillim për shkak se ishte normale të mendonim se ata do të na luftonin, ata do të akmereshin ndaj nesh, do të na ngacmonin. I takova vetë dhe mbeta shumë i impresionuar nga qëndrimi i tyre. Ata po i dëgjonin me kujdes pika tona, tha kryeministri. Rama pranoi se ndalimi nuk e ka zgjidhur plotësisht dhunën në shkolla, por tha se ka ndihmuar në vendosjen e mekanizmave të rimbrojtës në TikTok. Ai gjithashtu përjashtoi mundësinë që Shqipëria të mbështesë kufizimet përgjithshme të mediave sociale për të miturit, duke i quajtur ato jo efektive, ndërsa riafirmoi synimin për antarësimin në BE në vitin 2030. Këto janë budallëqe. Kjo është diçka që Shqipëria nuk do ta marrë në konsiderat. Nuk funksionon. Por nëse nuk ke një zbulim të plot se kush shihet pas kësaj, do të jesh gjithmonë viktime sulmeve nga trollët dhe robotët, tha kryeministri. Qeveria vendosi ndalimin e TikTok në mars vitit 2025, pas rreth një viti bisedimesh me TikTok mbi abuzimin online.